Falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona qofshin për Allahun krijuesin absolut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e kanë ndjekur, e ndjekin dhe do ta ndjekin shembullin e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar besimtarë, Allahu i lartësuar na urdhëron si musliman, si besimtar që jemi, faljen e namazit. Dhe këtë e bën nëpër shumë ajete të Kuranit, ku në formë urdhërore i drejtohet besimtarëve që ta kuptojnë se ky adhurim është nga adhurimet për të cilat njeriu do të jap llogari para tij dhe është nga detyrimet të cilat patjetër duhet të kryhen karshi Allahut të lartësuar. Mirpo, jo vetëm kryrja është synimi i këtij adhurimi. Patjetër që ata të cilët e kryjnë këtë adhurim duhet të tregojnë edhe cilësi. Pra ne, përveç që jemi të obliguar ta falim namazin, jemi të obliguar që atë ta bëjmë në formën më të kërkuar që pejgamberi alayhis salam na ka mësuar. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faluni ashtu siç më keni parë mua duke u falur. Ajo që dietarët i ka shtyr, që m'ia vlerësuan njerëzve të cilët nuk janë të thelluar në dituritë fetare, i ka shtyr gjëja që m'ia bë të qartë se si duhet të falet namazi në mënyrën më të drejtë. Dhe kanë shkruar libra, kanë thënë fjalë të ndryshme për të treguar se si dhe nga çka duhet që besimtarët të kenë kujdes në namazin e tyre. Një nga këta dietarë, dhe kjo është tema jonë e sotit, që e ka bën një gjë të tillë ka qenë Ibn Qayyimi, i cili i ka radhitur 6 gjëra, 6 cilësi të cilat një besimtar i cili e fal namazin nuk duhet t'i bëj gjatë namazit të tij dhe duhet të ketë kujdes që të mos jetë asnjëra prej tyre prezente në kohën kur ai e fal namazin kushtuar Allahut të lartësuar. Kështu ai thot 6 cilësi në namaz janë prej shenjave të hipokrizisë. Duhet me javnu kajsin se çfarë është duke thonë. 6 cilësi janë nga shenjat e munafiqllëkut, e hipokrizisë, e dyftërsisë. Andaj keni kujdes për këtyre. Këto shenja të nderuar besimtarë nuk janë shenja që m'ia drejtu na gishtin dikujt. Nuk janë shenja që ne i marrim edhe pastaj gjykojmë mes njerëzve. Filani ku ka munafik se e pas ka njënë prej shtymbë. Nuk është kjo detyrë jonë, bile nuk lejohet një gjë e tillë që dikujt i themi me ndonjë etiketim, me ndonjë thirrje e cila ka mundësi që ajo thirrje të mos i përkoj atij. Andaj edhe kështu rendohet njeriu dhe merr përgjegjësi para Allahut dhe për atë fjalë do të jap llogari ditën e gjykimit. Për këtë arsye pra gjykimi nuk është i yni, mirëpo ne përmes kësaj hutbe dhe përmes këtyre pikave synojmë që t'i themi secilit besimtar fillimisht vetes që t'i bëjmë rishikimet e vetveteve tona. Të shohim namazin ton, të bëjmë një matje të këtill se mos vallëhemi në njërin nga këto pikat. E nëse jemi, qëllimi është të përmirësohemi dhe të reflektojmë drejt asaj që Allahu Azza wa Jall e kënaq. E para prej pikave që Ibn Qayyimi e përmend, gjitha këto 6 pika janë të bazuara nëpër argumente të fuqishme të fesë, pra në Kur'an dhe në Sunet. E para është përtatësia për namaz. Kur dikush qohet për me fal namazin, gjen vështirësi të mëdha për me bërë një adhurim të tillë. Vjen drejka me shumë vështirësi, ndoshta e fal, po çush e fal. Pra shumë ndjen rënd në trupin e tij, ndjen rënd në shpirtin e tij dhe më mendzi që e fal namazin. Kjo përtatësi e rrezikon njeriu që m'ia humb cilësinë e namazit dhe m'ia humb vlerën për atë adhurim që është duke kryer. Dhe këtë tipare përmend Allahu i lartësuar në Kur'an, në surën Nisa, ku tregon për formën se si munafiqët e falin namazin e tyre. Idha qamu ila salati qamu kusala. Kur ata ngrihen
për ta falur namazin ngrihen me përtaci, me 100 pritesa qohën. Dhe kjo është nga tiparet e cilat e rrezikon njeriu dhe ky dembelizëm dhe kjo pa dëshirë e tyre nën kupton se diçka me iman nuk është puna në rregull. Andaj duhet që njeriu të kthehet dhe t'i bëj rishikimet e veta në mënyrë që të dalë sa më shpejt nga kjo gjendje. A nën kupton kjo pikë se nëse dikush gjatë një dite të lodhshme të cilën e ka pasur, edhe e gjen një rëndes për me fal namazin e yacis, a nën kupton se ajo është munafik? Jo, kurse si. Edhe nuk duhet që kjo çështje të keq kuptohet. Përtacia shpeshherë neve na godet, qoftë kjo sidomos në namazin e sabahut ose në namazin e yacis, kur shkon yacia shumë vonë dhe sabahu shumë herët. Njerëzit gjejnë vështirësi për mos zgjuar. Pra zgjohen, mirë po gjejnë vështirësi. Ajo vështirësi të cilën e gjejnë, për të ka mos shpërbly njeriu. Për të ka mos shpërbly dhe nuk ka qortim për ta. Për shkak se njeriu nuk është që nga kjo përtaci po e lën namazin komplet ose po e nxjerr nga koha e tij. Mirë po lufton me veten e tij dhe po e mund nefsin dhe po e mund shejtanin dhe kështu do të shpërblehet tek Allahu për këtë veprim. E dyta që ka përmend Ibn Qayyimi nga cilësitë e namazit të munafikëve ka thënë syfatësia. Dhe këtë e përmend Allahu Azza wa Jalla në të njëjtin ajet që e përmendëm më lart, ka thënë yura'una an-nas. Ata ngrihen me syfatësi. Qohen sa mi pa njerëzit se si po falen, se që njeri është prej namazlive, ky njeri falet mirë, ky njeri falet sipas sunetit, ky njeri është i përpjek namaz, ky njeri është i rregullt namaz, po e fal ka gjatë namazit, pra krejta që to i ka ky njeri në dëshirën e tij të brendshme. Por qëllimi i tij është që me i tërheq sytë e njerëzve dhe njerëzit me thonë me bëmë gjesht ka ai se që ky po fal ka mirë. Syfatësia të nderuar besimtar e asgjëson veprën. Pra një vepër ka mundësi të shpërblehet tek Allahu i lartësuar vetëm me një jetë të mirë pa vepruar. Po e kundërta, një vepër ka mundësi të rënohet, të asgjësohet, të mos pranohet tek Allahu i lartësuar në momentin kur njeriu e kryen, mirë po nuk është i sinqert në atë vepër të cilën është duke e bërë dhe nuk e synon vetëm fytyrën e Allahut të lartësuar me atë adhurim që është duke e kry. Jo rastisht ka ardhur në hadith pejgamberit alayhis salam se kur ka tregu për syfatësinë, për rijan, për shirkun e fshehtë, për shirkun e vogël, ka thonë ngrihet dikush për njerëzve edhe e zbukuron namazin e tij. Me çfarë dëshire thotë ngrihet dhe e zbukuron namazin e tij që njerëzit thonë Allah filani falet mirë. Që kjo është e rrezikshme. Që kjo gjendje është e rrezikshme dhe kjo ndodh shumë herë, shumë shpesh ndodh. Por që ata dhe pejgamberi e ka përmend direkt në hadith këtë thënie. Dhe ka përmend bashkë namazin për shkak se është vepër e cila bëhet në publik, bëhet në sytë e njerëzve. Andaj të kemi kujdes me sinqeritetin për shkak se ajo e asgjëson ose e pakson vlerën e atij adhurimi. E treta me radhë që ka përmend Ibn Qayyimi ka thënë vënimi i namazit. Edhe kjo është nga tiparet e munafikave, të cilët e nxjerrin kohën e namazit apo e çojnë që thot popullin në stëm. Gati mi dal vakti i namazit që atëherë çohun kishe, po falmi edhe atë namaz e bojnë që bojnë, shkele shka. Për këta, në surën Maun, Allahu thot fawailu lil musallin, mirë për ata të cilët falen, mirë për ata të cilët falen. Për ata të cilët i kanë përgjigjë Allahut kur i ka thonë eqimus salat, faleni namazin. E çka është puna për ata të cilët hiç i kanë përgjigjë se tjerë? Nëse ka mjerim, nëse ka qortim, nëse ka kërcënim serioz nga Allahu për ata të cilët falen, po se bëjnë namazin e tyre në mënyrën e duhur, çka është puna për ata të cilët falen, nuk falen, o të nderuar besimtar. Keni kujdes me këtë adhurim. Këto Allahu i lartësuar thot fawailu lil musallin, mirë për ata të cilët falen. Alladhina hum an salatihim sahun, ata të cilët ndaj namazit të tyre të tregohen të shkujdesur, të pavëmendshëm. Një prej komenteve që
i është bërë këtij ajetit Kur'anit, kanë thënë se qëllimi këtu është për ata njerëz të cilët e nxjerrin kohën e namazit nga koha e përcaktuar nga Allahu dhe i dërguari i tij. Por kjo i bën sikur me nxjerr për shembull kohën e ikindijës me falën mas perëndimit diellit, ose kohën e sabahut mas lindjes diellit. Kohët e namazit janë të përcaktuara nga Allahu. Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi është bërë detyrim për besimtarët në kohë të caktuar. Kjo është thelbi i këtij adhurimi. Kjo është dallimi që kush po i përmbahet, kush jo. Nuk ka sens dhe nuk ka logjik nëse namazet, për shembull krejt namazet ditore mblidhen dhe falen krejt natën. Që dikush mund me mendu se lejohet kështu. Ajo formë lejohet vetëm nëse i ka ikë njeriu namazet me arsye. Përndryshe, ai njeriu i cili qëllimshëm i ka nxjerr kohët e namazit nga kohët e veta, ai është mëkatar nga mëkatarët më të mëdhaj që ecin në tokë. Tjetri që e ka përmend nga cilësitë Ibn Qayyim ka thënë shpejtimi i namazit. Ta njerëz të cilët e falin namazin me nxitim dhe nuk i kushtojnë domethënë në rëndësi dy boshteve të këtij adhurimi, që është at-tumanina, domethënë qetësia dhe el-khushu për ulja dhe ndjesia shpirtërore që duhet me ekzistuar brenda namazit. Këto dy elemente, këto dy boshte të këtij adhurimi nuk i kanë në namazin e tyre. Dhe kështu ka ardhur në hadith ku pejgamberi alayhisalam, këtë hadith e transmeton Enes ibn Maliku, ku pejgamberi alayhisalam ka thënë tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Kjo është namazi i munafikut. Kjo është namazi i munafikut. Thot yarqubu ash-shamsu hatta idha kana bayna qarnay shaytan. Thot gati me perëndu diellin dhe kur është dielli në mes dy brive të shejtanit. Thot ky personi qame fa naqara arba'an. Ka thënë zgjohet edhe me nxitim i fal 4 rekate. Pra qëllimi për namazin e ikindis këtu që ka përmend pejgamberi alayhisalam. Që kjo fjala naqran, a dini që në botë kuptim tash me zbërthy kështu, i bjen sikur ai shpendi apo sikur gjeli ose pula që e merr kokrën në tokë. Me çfarë nxitimi e merr me shqipin e vet kokrën në tokë, me nxitim të madh. E pejgamberi alayhisalam ka sjell bashkë shembull. Namazi i munafikut i ngjason për këtij veprimi të shpendit që ushqehet në këtë mënyrë me çit nxitim thotë e falin këtë namaz. E ky namaz është namaz i munafikave, Allahu na ruaj. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila, dhe nuk e përmendin Allahun fare pak në namazin e tyre. E pesta me radhë është që nuk përmendet Allahu fare pak prej tyre. Dhe këtë gjithashtu Allahu e përmend edhe në Kur'an, ku thotë në kuadër të shpjegimit se si e kryen munafiqët namazin e tyre, thotë wala yadhkuruna Allaha illa qalila, dhe nuk e përmendin Allahun fare pak në namazin e tyre. Nga rreziqet që na kanosin neve është se namazin tonë, nëse pak e përmendim Allahun, është rrezik që namazi ynë të ngjasoj namazit të munafikëve. E kjo çfarë nënkupton? Nënkupton se pak e përmend Allahun në qiyam kur je, pak reciton, pak bën lutje kur je në ruku, pak bën lutje kur je në sejdë, pak bën lutje kur je në tehiyat. Kjo është një rrezik i madh i cili na ka noset neve. Edhe e fundit pika e 6 është lënia apo braktisja e xhamatit. Këto krejt hadithe të cilat flasin dhe ai mendimi i një grupi të dietarëve që thonë se prezantimi në xhami me xhamat është obligim, krejt ato hadithe tash i bëni dhe i vendosni në këtë pikë. Dhe këto na mjafton si argumentim. Fjala e Abdullah ibn Mas'udit, një prej sahabive të shquar, të cilët e kanë shoqëruar pejgamberin alayhisalam, ka thënë vërtet kam shikuar se prej nesh, pra prej shokëve të pejgamberit alayhisalam, askush nuk mungonte në namazin me xhamat. Kjo thënie është që duhet me na godit direkt në kry. Thot askush në kohën kur ishim me pejgamberin alayhisalam, prej nesh nuk ka munguar në xhami, përveç se munafiqun ma'lumun nifaq. Përveç ai i cili ka qenë hipokrit dhe hipokrizia e tij ka qenë e qartë. Allahu na ruaj. Kështu e kanë vlerësu dhe kështu e kanë cilësu shokët e pejgamberit alayhisalam në prezencën në xhami. Dhe kanë thënë se edhe ai i semuri që ka qenë i smut,
është bartur për krash mes dy personave dhe e kanë prunë xhami për mu falë. E mos lasën, pra që ka shumë i kanë kushtuar rëndësi namazet me xhamat. Ajo që ne sot mund ta themi është se është një dukuri jo e mirë, është një dukuri jo e duhur e Islamit. Ku ne në një vend shohim se ka namazli shumë ma shumë se sa numri atyre që vinë xhami. Mirë po, të njëjtit i shohim vetëm në xhuman xhami. E kjo është dukuri e keqe. Për shkak se nëse të gjithë ne, veç e veç, ndalemi nga shtëpit e Allahut, nga xhamit, dhe nuk shtojmë një person më tepër në xhami, të e lën namazin me xhamat, unë e la, e tjetri e lën, kështu çfarë bëhet me shtëpit e Allahut? Shtëpit e Allahut, xhamit shndrohen sikur kishat e të krishterëve dhe nuk vizitohen përveç se një herë një javë, dhe kjo është nga fatkeqësitë që mund t'i kanosë si rrezik shoqërisë muslimane, andaj mos lejo që të humbësh një person nga xhamati, mirë po shtaj edhe bëhu pjesë e xhamatit dhe kështu i largohu nga të gjitha ato rreziqe të cilat mund t'i kanosin një njeriu i cili nuk prezanton me xhamati. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.